Selam aleikum të dashur shikues. Edhe një natë prej netëve të bekuara të Ramazanit së bashku, me një të ftuar të ri e me një temë të re, duke shpresuar dhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala të kemi dobi nga ajo të cilën e debatojmë së bashku, në fund të rezultoj me përkushtimin ton, me përuljen ton ndaj Zotit xhallashanuhu e përkthyer në adhurime dhe në nështrimin nga Zoti. Fillimisht i dëshirojmë se ardhi hoxhës së nderuar Gentian Mara. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi të jemi së bashku. Kënaqësia është e imja. Po shpresoj dhe lutem Allahun subhanahu wa taala se angazhimet në këtë muaj përveç lodhjes të ashtojnë edhe kënaqësinë dhe përjetimet. Amin, ashtu qoftë. Lodhja kalon, sakrificat kalojnë, inshallah mbetet shpërblimi tek Zoti. Hoxh, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, e cila është shumë e prekshme dhe shumë e nevojshme që të trajtohet nga ne, inshallah të ndëgjohet e të përfitohet nga secili që ka mundësi të ketë qasje në këtë trajtim. Islami si një nga terminologjitë e shumë përmendura, herher me qëllime të caktuara e herher me qëllime dashamirëse dhe në përpjekje të shfaqjes së begative dhe madhështisë se asaj që përmban në brendësi. Por du të pyeti diçka direkt. Islami me këtë ato që përmban, a është diçka abstrakte, e pa arritshme, e pa prekshme, e pa kuptueshme, apo Islami është diçka shumë e thjeshtë ku qasja jon ndaj kësaj feje mund të jetë shumë qasje konkrete dhe përjetimet të cilat i arrim nga kjo janë të dukshme dhe të ndjeshme, po njëkohësisht edhe rregullat e saj janë praktike. I nderuar, nëse do thonim që ai Islami është abstrakt ose është i paarritshëm, do të pohonim që Zoti krijuesi i gjithësisë është i padrejtë. Zoti e ka zbritur shpallin e tij, e ka zbritur Islamin si një organizator i rendit në tokë. Nëse do të ishte i paarritshëm, do e kish munduar me njeriu me më shumë se sa ai ç'mundet të veprojë. Nëse do të ishte i pakuptueshëm, ose do të ishte abstrakt, domethënë thënë ndryshe, sërish domethënë njeriu do vepronte diçka të pakuptueshme, por kjo nuk është e vërtetë në realitetin islam. Kur Zoti dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata kurajshitët çfarë i thanë? Thanë, a nuk gjeti Zoti të dërgoi dikë tjetër post teje? A nuk kishte me lajke? Pra kërkuan që për përcjelljen e mesazhit të Zotit, Zoti të sillte me lajke në tokë. Nuk kërkonin ta pranonin që duhet të jetë njerëzore. Mirë, po në të njëjtën kohë, këta njerëz të cilët pohonin këtë pjesë, kërkonin diçka madhështore sepse Islami ashtu është madhështor, por e dërgoi Zoti nëpërmjet këtyre njerëzve të përzgjedhur që janë profetët për të treguar thjeshtësinë e tij në praktik, për të qenë shumë praktik, të nevojitet modeli. Ndaj modeli i cili na e përcjell këtë Islamin në rastin konkret i dërguar i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dukshëm në mesin ton. Dihet se nga erdhi. Ndaj dha i thot që unë nga fillimi kam ardhur nëpërmjet martesës, pra njihem se kush jam. Brez pas brezi, nga prejardhja e familjes tij. Dhe duke qenë i njohur ishte dhe i prekshëm. Dhe duke vepruar ato veprat e Islamit, ai ta jepte Islamin me vepra, nuk ishte nevojë domethënë ta jepte të ta përcillte me fjalë. Për shembull kemi rastin kur Aishës, bashkëshortes së tij, i thot një ditë prej ditësh pasi e kish bërë një kurban dhe e kish shpërndar atë, thotoi Aishë, çfarë ka mbetur prej atij kurbanit? I thotë, i dërguar i Zotit, ka mbetur një shpatull. Ajo që dëshironte të konsumonte i dërguar i Zotit tek bagtit. Thotë, o Aishë, thuaj ka mbetur e gjitha veç kësaj shpatullës të cilën ne do ta konsumojmë. Pra çfarë jepte i dërguar i Zotit me këtë vizion? Jepte se sa praktik është ai Islami. Ose një ditë prej ditësh domethënë i pyetur ose pyet men es'adun nas, cili është njeriu më i lumtur? Qale men es'adun nas, ta është ai i cili lumturon të tjerët. Çfarë kërkon të përcjellin nëpërmjet
këtij mesazhi kaq të shkurtër. Ky është Islami. Islami është domethënë ta jetosh atë. Nuk mundesh ti tani të flasësh për një Islam të pakonceptueshëm. Nuk mundesh ti tani të diskutosh për një Islam i cili është jo larg bindjeve, po larg dhe logjikës së shëndosh, sepse logjikat janë disa kategorish, po logjikës së shëndosh. Ndaj në rastin konkret, ai Islami është i prekshëm, ai Islami është i kuptueshëm dhe shumë praktik për t'u jetuar, nga aja tek hyrja e tij dhe deri tek përfundimi ku e lutem Zotin të jetë xheneti. E bukur kjo përshkrim o gjendërum. Megjithatë, në refuzimin e madh të njerëzve ndaj Islamit, ekziston kjo frikë dhe ekziston ky një lloj Islami i paarritshëm, një lloj Islami i cili njerëzit madje edhe friksohen që të qasen atij, qoftë me leximin për ta, qoftë me pyetjet të cilët njerëzit janë kurreshtar të dinë kështu me radhë. Por megjithatë, gjatë historisë ne shohim shumë njerëz që megjithatë e kanë pranuar Islamin. Pra, kjo frikë e mbjell nga të tjerët është thy dhe njerëzit kanë depërtuar brenda Islamit. Për të pa ndoshta ma konkretisht, a mund të sillim ndonjë shembull qoftë nga historia e kohës së art e pejgamberit alayhis salam, e njerëzve se si e pranuan Islamin, qoftë nga kohët tona, për të bën ndoshta pastaj ndonjë krahasim se si arritën ata deri te Islami dhe a ekziston mungesa e kësaj përpjekje të njerëzve që nuk arrin ta njohin Islamin. Pra, a mund të na sjellësh ndonjë shembull konkret? Unë do të sjell dy shembuj konkret, një të më mirë njohurit në mesin e gjithë historisë islame Abu Bekr Siddiq dhe një i panjohur i quajtur ndryshe nomad. Në shembullin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, ai pejgamberi alayhi salatu vesselam ja parashtron Abu Bekrit Islamin. Kemi të bëjmë tani me Muhammedin alayhi salatu vesselam si njeri para se të ishte si profet dhe me Abu Bekrin si Abu Bekr para se të jetë ndjekësi i tij i parë ndër burrat. Njihen me njëri tjetrin, kanë shoqëri me njëri tjetrin dhe në çastin që e njeh mirë se kush është ky i dërguar i Zotit, ai Abu Bekri në takimin e parë pranon Islamin. Në takimin e parë menjëherë ai pranon Islamin. Çfarë e shtyu Abu Bekrin? Abu Bekri gjeti veten tek Islami. Abu Bekri ishte prej atyre për të cilëve nuk ishte i bindur me adhurimin e idhujve dhe nuk e ka praktikuar atë. Abu Bekri ishte prej atyre të cilët nuk e kishte pirë kurrë alkoolin edhe në xahiliet. Madje kur e pyetën domethënë Abu Bekrin se çfarë ka qenë ajo që të ka shtyrë që nuk e ke provuar ndonjëherë, ndryshe nga dhe shumë sahabë të tjerë, çfarë tha? Tha pash një person të dehur, i cili merrte të pinte një papastërti dhe thash, a këtu të çoka kjo? Nuk e pranoka natyra e pastër njerëzore. Pra, ai Abu Bekri jetonte në natyrën e tij të pastër njerëzore. Ndaj pranimi i parë, natyra e pastër njerëzore, i papërzier domethënë me këto papastërtitë ideologjike të ndryshme të jetës. E dyta, shkon një nomad tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e pyet me disa pyetje. E pyet rreth shtyllave të Islamit, duke i thënë që a Zoti domethënë të ka obliguar ty me këtë? Pra me ftesën se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, a Zoti të ka obliguar me referencën? E pyet për referencën? Po. Thot, domethënë Allahu, domethënë pash Allahu është ai. E pyet për 5 kohët e namazit, për agjërimin e Ramazanit dhe në të gjitha profeti alayhi salatu wasalam i përgjigjet po Allahu. Thot, çfarë ka shpërblim për personin i cili i vepron këto? Shkoj pra se sa praktik. Një njeri i cili vjen nga shkretira, i pranon të gjitha, çfarë është shpërblimi për të? Xheneti. Në rregull. Kemi rënë dakord. Kjo për sa i përket brezit të artë. Pra solla dy shembuj të kundërt. Shembulli i parë, njeriu i cili e ka njohur nga afër dhe shembulli i dytë, njeriu i cili ka dëgjuar për të, për pejgamberin alayhis salam, por nuk e ka parë. Ne kemi edhe shembuj bashkëkohor plot. Po para se të ndalim do të shembujt bashkëkohor, por kam dëshirë të ndalim ende tek kjo gjenerat, ndoshta që të nxjerrim edhe disa mësime edhe disa shembuj tjerë. Përmendën shembullin e Abu Bekrit dhe unë ndoshta sa herë e mendoj pranimin e Islamit nga Abu Bekri, e shoh një madhështi të jashtëzakonshme, sidomos në
njohjen e pozicionit të Abu Bekrit në shoqëri me pejgamberin e Islam. Ata ishin bashkë, ata jetuan bashkë, ata kishin shumë të përbashkëta në të kaluarën e tyre. Një moment dhe njëri po pretendon, domthonë se është pejgamber, dhe tjetri pa asnjë hezitim po e pranon, duke ditë tash se në çfarë pozicioni do të mbetet ky. Pra asnjëherë më nuk do të ketë mundësi të jetë i pari ose të jetë numër 1 ose të jetë në fokusin e të gjithëve për shkak se atë primat tash po e merr pejgamberi alisam. Pra frika e njerëzve se me pranimin islamin i humbin disa pozita, i humbin disa privilegje. Megjithatë është prezente. Kjo ka mund të jetë në fillim si frikë, megjithse Ebu Bekri pastaj merr pozita të larta dhe madje përmendur në Kur'an e kështu me radhë. Po a duhet të ekzistojë frika e pranimit të islamit se ai të zhvesh nga disa privilegje ose pozita ose të arritura të kësaj bote? Është vërtet që Islami të zhvesh nga shumë vese, të zhvesh nga shumë pozita. Kjo është mos e vërtet. Por të vesh me stolinë më kryesore që është besimi. Allahu Xhella wa Ala i ka krijuar krijesat në 3 lloje të ndryshme. Njeriun me lajket edhe gjallësat e tjera, kafshët me gjallësat e tjera. Për sa i përket me lajkeve, ne e dim shumë mirë që janë gjallësa të arsyeshme, që arsyetojnë, por që nuk kanë ndjenja, nuk kanë epshe. E për sa i përket kafshëve ose gjallësave të tjera, ato janë gjallësa ose krijesa të cilat kanë ndjenja, kanë epshe, por nuk logjikojnë, nuk arsyetojnë. E për sa i përket njeriut, i përmban të dyja këto kritere, të dyja këto virtyte. Kur njeriu arsyen e tij e vendos në shërbim të fesë së Zotit, të besimit, sepse natyra e kërkon Zotin. Natyra në vetvete e kërkon Zotin. Mund t'japim një shembull konkret. Nëna shtatzon. Një femër shtatzon, domethënë. Ka shumë ushqime të cilat nuk i konsumon në jetën e saj të përditshme. Dhe konsumon pikërisht një ushqim të cilin nuk e konsumon në jetën e përditshme. Çfarë e detyroi? Është pikërisht fëmia i cili i mungon diçka trupit që i nevojitet. Kush ja dha këtë? Kush ja dha në embrionin e nënës, domethënë diçka të tillë? Dëshirën për ta marrë pikërisht këtë gjë. Është pikërisht Zoti i gjithësisë. Pra, njeriu e ka nevojën e besimit, ndaj dhe natyra e pastër njerëzore, kur njeriu arsyen e tij e vendos në shërbim të fesë dhe të besimit, ngrihet në gradën mbi me lajket. Sepse ka domethënë dhe kriterin tjetër që janë ndjenjat ose janë epshet të cilat e bëjnë herë të ndikueshëm nga situatat e ndryshme. Atëherë, shembulli i Ebu Bekrit dhe kujdo i cili do të ecë në rrugën e Ebu Bekrit, po braktis gjithçka, por po i braktis për më madhështoren që është Allahu. Ai i cili njeh Zotin do të thotë se ka njohur veten, se nuk mund ta njohësh Zotin po nuk njohë veten tënde. Dhe kur e njeh veten që ti je krijes dhe ke nevojë për krijuesin në çdo situatë, ti kupton shumë mirë, ti kupton mjaft mirë madje që në Islam do ta gjesh veten me patjetër. Por në Islam njerëzit nuk janë futur se do të arrijnë famën, nuk janë futur se do të arrijnë pasurinë. Përkundrazi, kanë synuar gjithmonë si ky nomadi. Pra çfarë pyeti? Nëse unë do t'i bëj të gjitha këto, çfarë shpërblimi kam? Xhenetin. Pikërisht janë për kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, ku pjesë e kënaqësisë së Zotit është edhe shpërblimi me xhenetin. Pra zhvishemi, është e vërtetë që zhvishemi nga shumë vese, nga shumë privilegje, ndoshta në jetë, por ke më kryesoren, siç ndodhi në betejën e Kadisijes, pas përfundimit të betejës, Umar ibn Khattabi radiallahu anhu pyeti, tha, kush ka rënë dëshmor në atë betejë, dhe nisën ja numëruan emrat një nga një. Ai Umeri pasi mbaroi lista e atyre të cilët i njihte, në përfundim e lartë, duke qenë se përmendenin njerëz të cilët nuk i njihte, filloi të qante. Pse qau? Tha, çën si ka nëse sot të njeh ose s'të njeh ty Umeri kur të ka zgjedhur Zoti me të njohur Zoti i gjithësisë. Ndaj kush e zgjodhi Islamin, Zoti e lartësoi dhe ky duhet të jetë parimi kryesor. Në pranimin e Islamit ne kërkojmë kënaqësinë e Allahut, kërkojmë natyrën tonë të pastër njerëzore. Jemi në natyrshmërinë tonë. Nuk ka shumë rëndësi se çfarë humbëm nga pozitat e kësaj bote. Ne dimë që kjo botë nuk ka qenë për dikë, nuk e ka gëzuar askush dhe as nuk do ta gëzojë askush. Sado që të përpiqet, domethënë, çfarë do të jetë gëzimi i tij ose çfarë do të jetë sundimi i tij,
diçka e përkohshme. A do të jetë diçka e përkohshme? Po. Ne jemi për të përhershmen, për të përjetshmen. Çfarë bën te Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, komandanti legjendar i cili mori pjesë në më shumë se 100 betejë të ndryshme pikërisht për këtë fe, për pozitat e kësaj feje, kur Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu e shkarkonte nga të qenit komandant dhe pranonte Khalid ibn Walid që të futet edhe një herë tjetër nën sundimin ose nën komandimin atij që e kishte pas nën urdhrat e tij deri dje. Domethënë çfarë synon Islami? Islami synon që egon tënde ta vendosi nën shërbimin e asaj që don Allahu. Ju do të sprovoheni, thot Allahu, do të sprovoheni me gjithçka. Një prej këtyre gjërave me të cilat do të sprovohesh, çfarë do të jetë? Do të jetë edhe kjo pjesë, edukimi shpirtëror. Pra Islami para se të jetë diçka fizike, është diçka shpirtërore. Të edukon dhe të ul atë madhështinë e shpirtit që mund ta ketë gjithsecili prej nesh, sepse po ta lesh veten pa kufi, njeriu fillon të thot un, një fjalë të cilën e tha shejtani i mallkuar, ana khairun minhu, un jam më i mirë nga ai. Mirë, po nëpërmjet kësaj fjale, duke futur unin, u mallkua tek Zoti i gjithësisë. E psoj. Hoxhë, pra natyrshmëria e njeriu, pranimi me natyrshmërinë e njeriu të Islamit, padyshim se është ndonjë nga mesazhet e fuqishme, të cilat del edhe nga ky bashkëbisedim, po edhe nga madhështia e fesë. Ne sot megjithatë e shohim një luftë të ashpër, një propagandë të madhe, domthonë fushat të eger ndaj një llosjen e fotografisë e Islamit. Edhe kjo shpesh herë arrin ndoshta ti kaloj edhe ato luftat speciale që bëhen ndaj dikujt. Sigurisht se kjo ndikon në frikën e shumë njerëzve në pranimin e Islamit ose në qasjen e tyre ndaj Islamit. Për ta krahasuar ndoshta këtë me shembullin e kohës së pejgamberit sa madje në shembullin e Tufailit, i cili kur u ofru në Mekë i than kujdes se do të ndëgjosh dikan, do të është ai i cili të mashtron, ai është dikush i cili të ma gjeps, është dikush i cili ta shpërlan trurin, domethënë terminologjitë të ndryshme të caktuara. Në moment caktuar Tufaili mori guximin dhe i largoi madje ata pambukun nga veshi për ta ndëgju shpalljen dhe si rezultat të kësaj edhe pranoi Islamin. Çfarë kishim i thonë secilit njeri sot, i cili megjithatë vesht e tij, sytë e tij i ka të mbushur me këtë propagandë dhe ka frikë ende që të qaset leximit, studimit, ndëgjimit të fesë normalisht i pangarkuar edhe i pa ndikuar. Në lidhje me fushatat të cilat ndërmerren ose janë aktive edhe në kohët tona moderne, nuk është diçka e re, vetëm se sot kemi rrjetet sociale të cilat mjetet janë shumë më të forta se sa dikur. Kur profeti alayhi salatu wasalam ju shpall Islami, ju shpall Kur'ani, shkoi pikërisht tek sahabiu i nderuar Waraqa ibn Nawfal radhiyallahu anhu, që ishte i afërmi i bashkëshortes së tij Khadijës, dhe në diskutimin e gjatë ndalemi vetëm në pjesën e fundit ku Waraqa ibn Nawfal, tashmë shumë i moshuar, i thot: as sikur të isha gjallë kur populli yt, kur kombi yt do të përzon. I thot: "Awa mukhrijiyahum", a do të më përzon ata mua prej vendit tim, prej vatanit tim? Kushdo që ka ardhur, pra shiko se si i dha mesazhin. Do të thonë që kjo ka ekzistuar në çdo kohë. Kushdo që ka ardhur me mesazhin me të cilin ti ke ardhur, me misionin të cilin ti e bart, është sulmuar, është përzon dhe është përndjekur. Kështu që kjo pjesë nuk është se na bën shumë përshtypje, sepse falenderojmë Zotin, gjuhet pema e cila ka fruta, pema që ka fruta. Ndërsa në lidhje me njerëzit të cilët gjenden të friksuar, pra sikurse përmendet rastin e Tufailit edhe shumë të tjerë, sepse në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, domethënë ata u mblodhen, madje kurejshitët u mblodhen për të diskutuar se cila do të jetë një akuzë ose një shpifje që t'ja vendosin Muhamedit alayhi salam që të jetë e pranueshme, pra themi është magjistar, themi është gënjeshtar tim, themi ato të gjitha këto me radhë të cilat nuk qëndronin. Më pas le të themi se ky ndan babain nga fëmia. Po të shohim edhe sot përdoret pikërisht kjo. Ai Islami thotë të ndan me të afërmit, nuk është e vërtetë. Nuk është as pak e vërtetë. Gjëja që më shumë ti friksohen njerëzit sot ose ata të cilët
as nuk pranojnë ta shohin Islamin nga jashtë, domethënë është pikërisht frika se shiko se do ndahemi se do kemi dy jetë të ndryshme, dy modele jetësh të ndryshme. Jetë paralele. Nuk është e vërtet. Ne në asnjë mënyrë feja domethënë na mëson që duhet t'i mbajmë lidhjet farefisnore. Edhe nëna, edhe babai, sikurse na mëson Kurani, nëse do të kenë një besim tjetër, jemi të imponuar, t'i duam, t'i respektojmë dhe të bëjmë detyrat tona. Ashtu sikur se tregon sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thotë një ditë prej ditësh nëna ime po më trazonte aq shumë në aspektin fetar, po më mshante profetin alayhi salatu wasalam dhe fenë e Zotit, sa shkova shumë i mërzitur tek i dërguari i Zotit. Kur shkova më tha, "Çfarë ke o Abu Huraira?" Thash, "O i dërguari i Zotit, nëna ime, diçka përshpëriti," thotë ai i dërguari i Zotit me gjuhën e tij dhe më tha, "Shko Abu Huraira, ashtu siç i doli i zemruar nga shtëpia, shko dhe ktheu e gëzohu." Kur shkova tha, dëgjova që në shtëpinë time pra dikush po laj, sepse si ishin kushtet tona moderne dhe dera ishte e mbyllur. Kur trokita nder më thot nëna prit dhe pasi përfundon domethënë ato dushin del dhe dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij dhe nxitova thot për tek profeti alayhi salatu wasalam i cili siç e përshkruan Aisha kur gëzohej i qeshte fytyra si hëna 15 që si hëna e plot. Pra çfarë kërkon të na tregoj? Ajo mesazhi të cilin dua ta drejtoj për gjithë ata të cilët mund të na ndjekin është mos u frikso për diçka që nuk e ke njohur. Njeriu është aq i fortë dhe ka aq karakter të fortë sa mos bie prej domethënë diçkaje e cila nuk është e konceptueshme, nuk është e logjikshme. Por mos prano të gjykosh nga jashtë, nga larg. Afrohu, trokite derën e dikujt. Futu në këtë derë, me patjetër. Madje është e hapur. Madje nuk kemi një derë të mbyllur, por kemi një derë e cila është e hapur. Por futu me thjeshtësi. Unë mund të përmend një rast në xhami ku kam shërbyer për shumë, në një ndër xhamitë që kam shërbyer për shumë vite. Shikoja që në ditën e xhumas në fund të xhamisë kisha disa të ri me varse florirje, domethënë që tregonin që nuk ishin praktikant. Dhe në një çast shikoj që njëri prej tyre mbante dhe simbole fetare. Dhe para namazit them që dëgjoni vëllezër nderuar, ai i cili është i sprovuar me sende floriri, sepse është një ndjenjë që duhet ta ndjeshë kur mashkulli duhet t'i heqi në emër të fesë, sepse Zoti ta ka ndaluar, do ju lutesha që kur të falemi, t'i heqim t'i fusim në xhep. Dhe njëri prej tyre e kuptoi që mesazhi ishte pikërisht për këtë 4-5 grup, 4-5 veta që ishin këtij grupi dhe më thot, "Hoxh, ne nuk i përkasim besimit islam. Ne vim këtu sepse ndjehemi të qetë që po dëgjojmë diçka të kuptueshme. Nuk kemi ardhur këtu për të bërë musliman. Kemi ardhur këtu për të bërë më njerëzor. Pra nuk është kush që ti po e dëgjove islamin ose po u futen në xhami duhet bësh më patjetër musliman. Hajde dëgjoje një herë mesazhin e fesë, çfarë mesazhi ka feja? Ka mesazh më të bukur të çlirohesh nga robëria dhe skllavëria e njerëzimit dhe të bëhesh rob i krijuesit. Je njeri totalisht i lirë. Je njeri totalisht i lirë. Ka njerëz të cilët janë peng dhe janë sklever të Marksit, të Leninit dhe ideologjive të ndryshme. Të kujt të njerëzores. Ne nuk po të flasim për njerëzoren, ne po të flasim për hyjnoren që është Zoti i gjithësisë. Ndaj dhe kjo hyjnorja që është Zoti i gjithësisë është kënaqësia më e madhe, është liria, do të fluturosh i lirë. Dhe Islami domethënë është aq praktik, është aq i drejtë, aq i pajshëm sa ta kënaq shpirtin që e ka nevojën shpirti për të relaksuar. Po bënë shumë përshtypje dhe prezenca aty në çunave të cilët kanë në xhami, thjesht ndoshta për ta kërkuar atë cilën e kërkon vetvetja e njeriu pa vetdijen tonë, pra natyrshmëria në cilën na ka lind Zoti xhallashanuhu. Tek pranimi i islamit edhe tek çështja e njerëzve ndaj islamit. Mund të themi se ndoshta në një pjesë të fajt e bartim edhe ne si bartës të kësaj feje, edhe për shkak të mosjetësimit të duhur, edhe qoftë në adhurime, qoftë në praktik, qoftë moral, qoftë në raporte me njëri tjetrin, mangësit të cilat e kemi e të cilat sigurisht duhet në nxisin që të përmirësohemi më shumë, sepse tek e fundit njerëzit nuk e dinë se çka besojmë brendësi, por na shohin ato të cilën e veprojmë. Pra, a do ta jepje një këshill, një mesazh, një mësim se
përputhja jonë me besimin dhe me ato që ne bëjmë të jashtëmen tonë duhet të jetë më e fuqishme dhe duhet të jetë më natyrshme. Te ke fundet sikur rasti I Thumames I cili vjen dhe pejgamberi sa e lidh për shkak të se kishin dhënë rob, e lidh për shtyllën e xhamisë dhe ai qëndron 3 ditë dhe natyrshëm do të ishte sa ai kur të largohet, do të largohej me mlefe, me urrëtie, me sharje për shkak se e kanë bajt peng, para në fund rezulton me pranimin islamin vetëm për shkak të pamjes që ishe musliman si jetojnë, si jetu njëri tjetrin, si ofrohen, si vllazërohen, si kryjnë adhurimet të kështu me radhë. Pra mendoj se te kjo pjesë kemi nevojë ende të përmirësohemi që përmes veprimeve tona, përmes sjelljes, përmes moralit, përmes raporteve tona, qoftë në tregti, qoftë në saktësinë e punëve që I bëjmë, në përgjegjësitë që I marrim, e tregojmë madhështinë e fesë. Ka ndodhur që në kohën e profetit alayhis salam një prej shokëve të tij e kish ekspozuar një deve për ta shitur, por deveja e kishte një tmet. Dhe ky person duke pritur aty në tregun e zonës, domethënë, një çast lodhet dhe I thot birit, bir thot, unë po shkoj të pushoj pak, nëse vjen dikush dhe do t'ja shesësh me patjetër deven, të lutem babaj t'ja bësh të qartë, tregoj atmetën. Dhe djali si më I thon kush të vjeri I parit të shitet dhe e shet deven. Me të zgjuar babaj ose me të ardhur babaj, se ndoshta ishte aty, I thot çfarë ndodh, I thot e shita deven. Ja tregove atmetën, nuk e pyeti fare domethënë që sa e shitet. Ja tregove atmetën, jo se ja tregove atmetën. Nga shkoi personi që e bleu në këtë drejtim. Thot mori kalin dhe u ngjit nga pas derisa arriti dhe I tha urdhëro. Kto janë parat me të cilat ti e ke bler domethënë deven, ma kthe sepse djaloshi ta ka shitur pa ta treguar tmetën që ka. Thot e kam bler thot deven. E kam pranuar dhe tmetën pa e përmendur. Këto morale ne duhet I jetojmë dhe kjo është një ftesë që ne të bëhemi më të mirë. Është e vërtetë që ne ndikojmë për keq kur tjetri me fjalë tek ty ndjen Islamin, ndërsa në praktik nuk e ndjen Islamin. Flasim që musliman do të thotë të jesh pajisor, el muslimu men selim el muslimuna min lisani, o jeti musliman është ai prej duarve dhe gjuhës së cilit janë të sigurt të tjerë, domethënë, ose nuk beson asnjëri për jush I cili flen ndark dhe fqinji I tij është pa ngrënë e gjëra të kësaj natyre. Është ftesë që ne të bëhemi më të mirë. Madje unë mund të përmend këtu një tregim bashkëkohor të një prej dietarëve të Siris, Ahmed Ishami, Zoti I mëshiroft, ka qenë mufti I qytetit të Dumas në Damask, I cili tregon aso kohë, po flasim para 100 viteve, madje ndërnxënësit e këtij që unë përmenda ka qenë dhe dietari I shuar shqiptar Abdulkadir Arnaut, Zoti I mëshiroft, nga I cili hoxha ka bartur domethënë edhe ixhazetin e fetvas në medhhebin Hambeli. Thot dhe dikush futet në shtëpinë e tij për të vjedhur diçka, për të marrë diçka ose për të vjedhur diçka, se normalisht kur futesh me pa leje, dhe hoxha I cili po fali dhe e kish parë sa po e përfundon namazin, thon të lutem, jo të ka I sirtarja atje lart se I kam amanet, po ato poshtë janë të mijat. Thot dhe hidhet nga dritarja, kish qenë një fqinj I tij, hidhet nga dritarja dhe hoxha I cili I shkon tek shtëpia dhe I thot të lutem o vlla, të më bësh halal. Të më bësh halal të pash Allahun. Se çfarë muslimani mund të jetë, mund që e kam lënë fqinjin tim deri në këtë derexhe, deri në këtë gjendje, domethënë sa është detyruar me hyrë në shtëpinë e dikujt dhe me vjedh. Aman më bëj halal. Dhe ai duke qari thot lutem o hoxh, thot më bëj halal, po ishte nevoja domethënë. Pra, me sjelljet tona me patjetër që ne duhet ta përcjellim Islamin me sjelljet tona, por në të njëjtën kohë duhet kemi parasysh dhe diçka. Njerëzit kur flasin për modelet më të larta, siç ishte profeti dhe shokët e tij, sot hoxh, jo sot pas asnjëherë, hoxh profet nuk ka. Sepse profecia u mbyll me profetin alayhis salam. Dhe çdo e mirë të cilën ne e përcjellim është mirësi prej Zotit. Të keqen ja referojmë vetes dhe shejtanit mallku. Dhe shokët e profetit, modelet e tyre të larta rrezatojnë pikërisht nga ky njeri I cili qëndronte në mesin e tyre sikurse dielli apo sikurse hëna që vezullonte me rrezet tek ta. Ne sot nuk I posedojmë të tilla mënyra, por jo se janë të paarritshme, sepse profeti alayhis salam ka thënë ummeti kel matar la yudra awwaluha khairun am akhiruha, shembulli I ummetit tim është sikurse shembulli I shiut ku nuk dihet ku është hajri I vërtetë, I bereqeti I tij në fillimin e rënies tij apo në përfundimin e tij. Ndoshta ne jemi nga fundi, jemi ne inshallah. Por inshallah Zoti na bëf prej tyre. Kjo është një ftesë që ne të bëhemi më të ndërgjegjshëm
më praktik me fen ton dhe sa më të thjesht. Shpesh herë është padituria dhe ignoranca që i pret ato drut shkurt që i jep vendimet e shkurtra, domethënë, dhe paraqitet Islami si një gogol në thojza. Po me dëshirë do të vazhdonim edhe shumë më gjatë, por kaq kishim në këtë paraqitje. Lutë Allahun xhaleshanu t'ua pranoj punë dhe veprat e mira, e në mesin e punëve dhe veprat mira edhe këtë kontribut në sqarimin e kësaj çështje shumë të rëndësishme të fesë. Ju falenderoj për ftesën dhe Zoti ju dhash mirësi e bereqet në punën tuaj në vazhdim. Allah i shpërbleft. Shikues të dashur, Islamin e pranuan ata të cilët e njoftën përse afërmi, ju qasën e tij të pangarkuar e të pandikuar, sepse Islami është në përputhje të plotë me natyrshmërinë. E ne le të mbesim shembullin më i mirë i jetësimit e praktikimit të tij, që në radhë të parë të jemi ne përfituesit nga madhështia e kësaj feje, e pastaj të behemi kandila ndriques edhe për të tjerët. Dhe në takimin tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala u pas mëshirën në rahmetin e tij.